Serbia duhet të heqë dorë nga financimi i strukturave ilegale serbe në veri të vendit, kështu është shprehur presidenti i Kosovës Atif Etiahjaga gjatë fjalës së mbajtur në Kuvendin e Kosovës. Kreu i shtetit tha se Prishtina zyrtare është si palë e barabartë në dialogun me Serbinë dhe se nuk do të ketë asnjë cënim territorial. Kërkojmë nga autoritetet e Republikës së Serbisë që të heqin dorë nga ndërhyrja brenda territorit të Republikës së Kosovës. Në komunat në veri do të vendosim rendin dhe sundimin e ligjit, duke i shpërbërë të gjitha strukturat e lidhura me krimin organizuar, kontrabandën e korrupsionin, duke kthyer besimin e qytetarëve të kësaj pjese të vendit në institucionet e Republikës së Kosovës. Gjatë fjalës së Jahjagës në Kuvend nuk ishin të pranishëm as deputetët e vetvendosjes dhe as ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkohë kryeministri Thaçi raportoi në Kuvend për takimin e mbajtur me homologun serb Dačić, ku ndër të tjera u arrit edhe marrëveshja për kufijt. Implementimi i marrëveshjes së IBM-it ka filluar 2 ditë më parë, ka filluar suksesshëm, pra ka filluar se funksionori kuptimin edhe de jure dhe de facto pikat kufitare me shtetit Kosovës dhe Serbisë. Çështja e dytë që është adresuar është arritja e marrëveshjes për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë. Thaçi tha se takimi i radhës me Dačić do të mbahet më 17 janar.